Në pasqyrimin e kësaj nate me drita, me shpresë, me forcën e një viti të tërë, së bashku do të ndajmë një urim, një mesazh për të gjithë ju nga një drejtim me autoritet, nga një autoritet me finesë, por dhe nga një zë bashkëpunimi institucional të prefektes së Vlorës, Evisa Lushi. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Një ditë na ndan nga asnjë ditë. Pak orë nga mbrëmja e madhe e ndërimit të viteve. Si ishte 2025 për Evisin? 2025 ka qenë një vit shumë aktiv, shumë intensiv. Ka nisur me angazhimin tim intensiv në jetën akademike, në universitet, ku unë jap kontributin, kam dhënë kontributin prej shumë vitesh, dhe çdo ditë ka qenë shumë intensive tek pjesa e plotësimit tim akademik. Viti 2025 është dhe viti në cilin nisi me botimet e mia në VIMSI për marrjen e titullit profesor asociuar, gjë e cila shpresoj të finalizohet në vitin 2026. Ndërkohë, krahas aktivitetit akademik të muajve të parë të 2025-s, që siç e thash ishte vërtet shumë intensiv, pasoj më pas në mars të këtij viti me kandidimin tim në listën e kandidatëve deputetëve të Partisë Socialiste. Ka qenë një moment në fakt të cilin sigurisht e prisja edhe më herët. Erdhi në një moment në të cilin isha fokusuar totalisht tek pjesa ime akademike, tek botimet, tek puna me studentët, tek përmirësimi i kurikulave, leksionit, gjithçka tjetër që lidhet me jetën intensive që të jep të qenit në një universitet dhe jeta akademike. Dhe sigurisht ai muaj, në momentin që mua më bëj ditur dhe më komunikua që të isha pjesë e kësaj liste, patjetër filloi menjëherë një intensifikim i aktivitetit tim elektoral. Ka qenë një muaj deri në finalizimin e zgjedhjeve të 11 majit, ka qenë një periudhë vërtet intensive me takime, njohje, komunikime, kontakte të reja me shumë njerëz. Në gjithë zonën cilën kam punuar, që ishte lagja 24 maj, 1 maj, Bashkimi dhe zona e Novoselës, jam njohur me shumë njerëz, kam parë nga afër njerëz të rinj, kam komunikuar me ta dhe vërtet kam mësuar shumë. Ajo ka qenë një periudhë që aq sa e lodhshme, por aq edhe bukur, sepse kontakti me njerëzit, komunikimi me njerëzit, bashkëbisedimi me ta është një ndër gjërat që vërtet të mëson shumë. Dhe unë atë periudhë kam mësuar vërtet shumë. Ka qenë e lodhshme, pa diskutim, por sigurisht gara është garë dhe unë në atë garë vërtet që kam përjetuar të gjitha ngjyrat e emocioneve. Kjo ka vazhduar deri në 12 maj kur u finalizua dhe kam qenë shumë e qetë edhe në momente që kam pritur rezultatet e zgjedhjeve me shumë qetësi, me shumë maturi. Madje edhe më pas qetësia dhe maturia kanë vazhduar edhe në VIMSI, edhe pasi rezultatet u bën të ditura. Sigurisht që ishte një moment të cilin nuk jam ndjer as pak keq për faktin pse unë nuk arrita të bëhesha pjesa e asaj liste, por jam ndjer vërtet shumë mirë sepse kam marrë një numër votash të konsiderueshëm. Kur mendoj që unë me atë fushatën e zhvilluar në ato pothuaj 45 ditë, kam marrë 2500 vota nga ana e qytetarëve të qarkut të Vlorës, jam vërtet shumë sepse ishin vota shumë bio, ishin vota njerëzore, vota shumë të ndjera, të cilat unë i ndjeva gjatë fushatës, por i pash edhe pasi përfundoi fushata. Ka qenë periudhë post fushate në të cilën unë i kam parë se si janë zhvilluar dhe i pash më konkretisht se si ato marrëdhënie që krijova gjatë fushatës pash edhe më pas. Nuk kam bezdisur askënd, më votove absolutisht, por kanë qenë njerëzit ata që atë mirënjohje dhe atë çfarë më shprehen gjatë fushatës unë e pash edhe më pas. Jam shumë falënderuese për gjithë ata që më votuan në atë periudhë, sepse më hapën derë në shtëpisë tyre, sepse më mirëpritën, më dëgjuan, pa çka faktit më votuan apo jo. Kjo është gjëja për të cilën tani më nuk ka në atë periudhë, domethënë nuk është se u shqetësova apo pati rëndësi kjo pjesë, po pjesa më e rëndësishme ishte vetëm kontakti me njerëzit. Intensiteti i kësaj periudhe vazhdoi edhe më vonë.
Dhe më pas erdhi pikërisht emërimi im në detyrën e prefektes, në institucionin e prefektit të Qarkut të Vlorës, detyrë e cila sigurisht ishte një vlerësim shumë i madh për mua. Unë mendoj si kulmin e karrierës deri më tanishme tani në aktivitetin tim politik. Është një detyrë që fillimisht pati atë ndjesinë e pasigurisë, doja të thoja, sepse një gjë e re, unë nuk kam qenë drejtuese institucioni asnjëherë, domethënë deri më tani kontributi im ka qenë kontribut akademik në Universitetin e Vlorës. Nuk kam drejtuar institucion dhe nuk kam qenë pjesë administratës publike dhe për më tepër në krye të një institucioni të një rëndësie kaq të madhe siç është institucioni prefektit të Qarkut. Ka kaluar pothuaj 2 muaj e gjysmë që nga dita e emërimit në këtë detyrë. Është një periudhë sigurisht e shkurtër, por një periudhë në të cilën unë kam mësuar. Kam mësuar goxha për ecurinë e punëve në këtë institucion dhe sigurisht edhe në këtë detyrë marrëdhëniet njerëzore, komunikimi janë një nga elementet më të rëndësishme që mu dhe heqin në bërjen e detyrës dhe në kryen e detyrës së prefektit të Qarkut. Pra një vit vërtet me shumë dinamika, po me shumë dinamika. Nëse jemi mësuar që tashmë dita e fundit e vitit, ndoshta fillon një kohë që ndalet edhe pak ditë më përpara se të ndërohen vitet. Është reflektim. Çfarë mund të bëni mirë, çfarë mund të bëni më pak mirë, ose çfarë mund të ndryshoni? Po për çfarë je falënderuesi 2025-s? 2025 jam falënderuese sepse më është dhënë mundësia për të shfaqur kontributin, për të dhënë kontributin tim në jetën e këtij qyteti. Vlora është dashuri, Vlora për gjithë ata qytetarë që jetojnë këtu dhe unë vërtet adhuroj qytetin ku jetoj. Që nga dita që kam lidhur deri më sot nuk jam larguar në asnjë moment nga qyteti i Vlorës. Familjen time kam ndërtuar këtu dhe mundohem që çdo ditë të punës time, jo vetëm tani që jam në këtë pozicion, por edhe më parë të kontribuoj sadopak në këtë qytet. Dhe sigurisht 2025-a më dha një mundësi vërtet shumë e mirë që me kandidimin për dhënë kontributin tim gjatë asaj periudhe të fushatës elektorale, por sigurisht jam falënderuese edhe për faktin e emërimit dhe për ata që më vlerësuan duke më emëruar në krye të institucionit të prefektit të Qarkut. Ke pasur kohë përveç angazhimeve profesionale të ndjesh edhe atmosferën festive? Të kanë lënë kohë? Ka qenë shumë intensiv në të vërtetë në ditët e fundit të 2025-s, edhe pse për një pjesë të madhe mund të jenë ditë në të cilat relaksohen, qetësohen, kanë qenë ditë intensive. Unë kam vazhduar deri në këto momente me takimet edhe në terren, por takimet edhe në zyrë. Sigurisht e kam shqyrë aq sa kam mundur, sepse mundohem që në çdo moment të ditës të marr maksimumin e asaj që mund të më ofrohet dhe të bëj edhe punën në mënyrën më të mirë të mundshme që u mendoj, por njëkohësisht edhe të shijoj atmosferën e festave në qytetin tonë. Çfarë po pret në 2026? 2026 pres. Ajo që unë dua të bëj dhe që jam impenjuar maksimalisht të bëj është atë që kam nisur 2025 të vazhdoj edhe në 2026. Që do thotë në këtë detyrë që kam aktualisht të vazhdoj të punoj çdo ditë të njësoj. Çdo ditë të bëj një gjë të mirë për qytetin, të ndihmoj sa do të mundes, sa më shumë të munden në këtë detyrë që kam, sikur dhe një qytetar të vetëm, një problem të vetëm që mund të më paraqitet në dyert e prefekturës të mund ta ndihmoj. Atje ka problematika më të ndryshme, vinë qytetar, unë madje çdo ditë në takimet e mia që kam pasur, ua kam bërë detyrë dhe qytetarëve që dera prefekturës është dera hapur për çdo. Dhe çdo ditë të punës time, gjë të cilën do ta vazhdoj edhe në 2026, sepse ky është prioriteti i detyrës time, është pikërisht kjo. Të ndihmoj në zgjidhjen e problematikave që mund të kenë çdo qytetar. Sikur një problem në ditë, një hall në ditë mund ta zgjidh, për mua është vërtet një arritje. Gur. Ndoshta në kohën televizive nuk e kemi të duhur, por që padyshim 2026 do na jap mundësinë që ne të flasim edhe për projekte dhe për objektivat e tua, ndoshta më gjerësisht, por një urim tuaj për të gjithë shikuesit, por jo vetëm për qytetarët e Vlorës e dua prej teje. Patjetër që po, unë do doja për gjithë qytetarët e Vlorës të uroja shëndet, sa më shumë shëndet për gjithë,
vetëm gjërat mira, veç të mira në familjet e tyre, sepse shëndeti është pjesa më e rëndësishme. Unë e them gjithmonë që shëndeti është i pari, kaca, hallka, boshtë, pastaj vinë gjërat e tjera. Punë, sa më shumë punë nga gjithë, sepse puna është shumë e rëndësishme për të siguruar stabilitetin e gjithë secilit prej nesh. Punoni sa më shumë, gjykoni sa më pak, gjithë secili prej nesh, të gjithë të mundohen të jenë sa më konstruktiv në jetën e qytetit. Do me thënë, aty ku gjithë secili ndodhet, në shtëpi, në atë kafen e lagjes, në një ambient tjetër, të mundohen të gjykojnë sa më pak dhe të punojnë. Puna nuk është tur për askënd, mos të gjykohet puna askujt. Nëse gjithë secili bën punën e tij ashtu siç duhet, aty ku je kontributin e vet, pa diskutim që gjërat do të ecin përpara. Urimi im është sa më shumë shëndet për gjithë, të punojnë sa më shumë aty ku jep secili kontributin, sepse Vlora ka mundësi për të gjithë, për të gjetur veten e tyre në çdo fushë. Dhe të mira gëzime në familjet e çdo qytetari vlonjat edhe në gjerë. Me energjinë tënde pozitive, unë të falenderoj që ishe me mua, të uroj të mira në familjen tuaj, padyshim të gëzuar festat, dhe së bashku në të fikim dritat e këtyre minutave të 2025-s.